Cilat janë tre rrethanat kryesore që e bëjnë emigrantin shqiptar të fillojë të mendojë shitjen e apartamentit të vet në Tiranë? Në përgjithësi, emigrantët nuk duan të shesin apartamentet në Tiranë sepse kanë lidhje me AD-un, por vjen një nga këto tre rrethana që e bën atë të fillojë të mendojë shitjen e apartamentit në Tiranë. Rrethana e parë është kur emigranti ka shumë vite në vendet perëndimore, ri aty me qira dhe fillon të mendojë, po shes apartamentin në Tiranë në mënyrë që të blesh shtëpinë time të parë në vendet perëndimore dhe të mos paguaj më qira. Rrethana e dytë është kur emigranti fillon të mendojë për moshën e pleqërisë. Pra thot, ata apartamentin në Tiranë e kam poshtë, e kam me qira të ulët, më mirë po blej një pronë këtu e jap me qira dhe kam të ardhur në moshë të madhe. Rrethana e tretë është kur emigranti mendon, por unë vi në verë në Shqipëri dhe vete në Bregdet me pushime. Pse mos ta shes apartamentin në Tiranë dhe të blej një pronë në Bregdet ku mund të vi çdo vit rregullisht. Kështu që edhe ti si emigrant shqiptar, nëse je në këto rrethana që po mendon shitjen e apartamentit tënd në Tiranë për të bërë një nga këto tre investime që përmenda më sipër, të ftoj të na kontaktosh numrin e telefonit që të bëjmë një vlerësim realist dhe falas të apartamentit tënd në Tiranë, që ti më pas të dish se sa lek do kesh në dispozicion për të bërë investimin tënd të ri. Telefono menjëherë dhe përfito vlerësimin tënd falas të pronës.